O, sa zili që e kam këtë grandalipajn. Asa do doja t'isha si agroni, që t'merresha me fjalet. Por aty këtu, ndoshta ne, si shbën dhe ganjojmë vlajmë, sa herë, i qena i fjalë plot, më knaq mu, ja për shumë më thojte halët, dajat, më bën më telefonaj, se me ndonë që unë të ashti i hedhe ty dhe ti, në përmjet mi i shkojnë në grandalipajt, që të merre dhe groni me këta. Për shumë më thot dajaj, është thot nona nga i që jam da, shkojmë nga i kem kra i që jam da, këdaja, së është da, hale, thot, ka qenë gjithë hale kur e ke shpije ka pas baba hale kur shkon nga kë burri, hale në shpije se të bën me fjalë, hale kë burri, se e bëjnë me fjalë. Por, të shti, në këto momente, se ullët po shoj se, po punoja me të fjallën anglisht, robbery, me dvjell, to rob, action, të dvjell, me të morë parat me forcë, me dvjell, edhe shkova prap ke Shqipja, çdo gjë lidhet ke Shqipja. Shqipja kishte fjalën rob, që do të thotë t'ja marrësh me forcë popullatën një shteti tjetër, një race tjetër, një fshati tjetër, t'ja marrësh me forcë rob. Robëria kanë këta aktivjedhjes, robëria kemi ne ata që e merr me forcë edhe të bë punoj për ty. Rob lufte për sklever, rob për lufte, robëri, sklavëri, rob. Këta kanë robëri me dvjell, pra që të vjell, që të merr me forcë, që kemi marrë. E bile, po të shikoni filmat, këta filmat me shpatë dhe sandale, quhen këta të Hollywoodit që përshkujnë kohët e lashta të lutrave me shpata. Robërit shpesh herë boshin njerëz shtëpie, bonin punët e shtëpisë, lanin, rrisnin fëmijët, bile edukonin fëmijët, kanë pas plot filozof të Greqisë së lashtë, qose e quajmë Greqi, që merreshin e punonin nëpër oborat e këtyre lordëve të Romës, edukonin fëmijët e tyre, bosh rob, bosh pjesëtar shtëpie. Edhe ne e kemi pas deri tash vonë, që thoshte ai i modhi i shtëpisë ku kishte shtëpia 60 frym, 80 frym jetonin, ai modhi, ai pari i shtëpisë, ishte si i parë katundi ai. Thoshte kaq rob kam. Se i kishte robër. Ti puno këtu, ti punon atje dhe i shkonte me kal e prithe kafe në kafe. Rob, pra fjala anglishte to rob, robbery, me vjell, me mor tjetët me forcë. Si ka gjë tjetër, veç se fjala shqipe. A grandalipaj, ti ke bën një punë fantastike. Është vegani, e janë, ndoshta nuk shqyr që nuk harxhon kohën që të merret me filozofizmet e gjuhës, por ai po bën një punë të saktë, të prerë, të qartë. Edhe brezat që vinë, do ta vlerësojnë dhe do ta çmojnë. Sa ai po e nxjerr në pa ata që të tjerët e thonë në forma të ndryshme, ai e provon çdo ditë. Që Shqipja është nana e gjithë gjuhëve. Unë e bona pak pushim edhe do shkoj prapë, filloj punën tash, po kaq më mjaftoi për shlodhje. Po kudo që gjeni fjalë, a nisi se çdo njeri i gjen një fjalë çdo ditë. Nuk është keq. Shërbim gjuhën tonë, se kemi të gjithë, as kohën, as mundësinë, as aftësitë, as kapacitetin, po kemi njerëz
shqyr sa di kemi, si s'do t'i kemi për gjithmonë. Sa groni është mosha ime, ndoshta edhe më i madh, po është mosha ime, jam i sigurt. E ikin shpejt, s'dihet kur do të vjerë naj kokë tjetër. Mos ja lejmë atij t'i mbledhë gjithë fjalët, atij t'i lejmë shpjegimin. Ne i marrim, i hedhim, edhe unë shpresoj që shkojnë agroni. Nëse agroni i ka zgjidhur, i ka analizuar që kur, në rregull, në qoftë se si ka, ai shikon pastaj. Po ne ndihmojmë në këtë. Sa më gjoka ju përshëndet.